Ndërkohë dje ke shënuar 2 gola kundër Varazdinit dhe i ke mësuar dhe një futbollist i shokut e ekipit shqiponjën. E mësoj vetë apo e tregove ti shqiponjën? Unë këtë djalin pra që ka ardhur nga Spanja tani është për mu shoku im i ngushtë, Sergi Dominguez, pra vjen nga Barcelona, vitin e kaluar ka luajtur 6 ndeshje me ekipin e parë Barcelonës. Pra është dal nga La Masia, është një lojtar domethënë që besoj që gjithë keni më janë ngju zonin shumë shpejt. Sa i përket Shqiponjës, ai më tha vetë domethënë edhe më ka thonë që çdo ditë në zhveshtore kur të hap golin e radhës do e bëjmë Shqiponjën bash. Se jam shumë i lidhur domethënë me të. Edhe pastaj te goli i dytë ai më thirri vetë edhe më tha do e bëjmë Shqiponjën apo jo edhe pastaj e bënë. E paska një ndjenjë edhe për Shqipërinë përveç misis tënde. Po gjithmonë thotë që shteti jam i dytë është Shqipëria. Unë vi nga Spanja, por shteti i dytë im është Shqipëria. Po ndikon lidhja e tij me miq shqiptar apo ka lexuar më shumë për historinë e Shqipërisë? Jo, u kon edhe një për arsye që unë e kom prit shumë mirë domethënë kur ardh në fillim Dinamo, domethënë se është hera poshtë që ka dalë nga shteti i Spanjës. Edhe u kon zor për ta, gjithmonë fillimi është i vështirë, domethënë mu ambientuar. Kështu ai kom nejt shumë afër, i kom nejt për gjithçka që ka pas nevojë, i kom edhe tash më respekton shumë edhe kam raporte shumë të afërta me ta. Okej, Albert Hoxha, sa herë që ti luan mirë, sa herë që ti bën ato performancat e nivelit të lartë, gjithmonë dalin në dritë ato fjalët e Ismet Munishit për ty, ku ka thënë që është ndoshta lojtari më i mirë në historinë e Shqipërisë i përket pjesës së lojtarit krah dhe dërgimeve të tij. Sa falënderues i ndaj Ismet Munishit, sa falënderues i ndaj gjithë këshillave që i ka përgatitur si futbollist. Sa përket trajnerit Ismet, gjithmonë ton jetën jam falënderues atina. Ai më ka përkrahur domethënë në momentet të mira, në momentet mira gjithmonë kemi përkrahje nga gjithkush, po në momentet më të këqija kur më thonë gjithmonë u kon ofër me dhe më ka thonë që ti keni kualitet, po nuk e din çfarë kualiteti ki. Në ato domethënë fillimet e mia. Edhe unë thësha çfarë po thotë ky, është e vërtetë që ato thonë. Ka njerë mesha domethënë veç është më apo rrafsh. Amo jam falëndërues të jetën, ka ndihmuar shumë, edhe është një prej trajnerave që më ka përkrahur më shumë ti edhe nuk ja harroj domethënë. Edhe pse jemi në kontakt domethënë shumë shpesh folim. Edhe sa që ike në Kosovë takoj gjithmonë. Arbër, a ke vetë besimin se Shqipëria mund ta mundi Poloninë, a ke besimin në vetë se kjo Shqipëri është gati për të mos qenë më ai ekipi i vogël, ai ekipi që na nënvlerësojnë, sepse edhe pas shortit në Poloni kanë qeshur apo e kanë nënvlerësuar dhe e kanë pritur me shumë entuziazëm faktin që do të luanin me Shqipërinë. A do dalim mirë nga kjo guacka e ekipit vogël dhe të tregojmë gjithëve që po ne jemi gati për të bërë një hap shumë të madh nga ç'e mendoni ju? Besoj që kemi kualitet, unë kom cek edhe më herët që grupi është u rriq çdo ditë domethënë. Edhe që është më e rëndësishme momentalisht se atmosfera në kombëtare është shumë mirë, domethënë çunat janë perfekt, jemi shumë të lidhur njëri me tjetrin edhe kjo gjë është shumë e rëndësishme për grupin edhe për vazhdimsinë. Unë besoj shumë te grupi, te cilësia e lojtarëve, te atmosfera, te gjithë domethënë te stafi që mund me arrit domethënë me bë ëndër në realitet. A ndikoi dhe ajo fitore me Serbinë në transfer për ta bashkuar apo më shumë për ta kthyer atë magjinë e kombëtare siç ishte dikur në kualifikuesit evropianë? Mendon se ishte edhe kjo një faktor? Po, ishte një pi faktore, po edhe kjo, po besoj që edhe më herët çuna domethënë si djemtë kombëtarës gjithë jemi të lidhur, domethënë gjithë rrim së bashku, kjo është e ceka edhe pak më parë që është shumë e rëndësishme. Domethënë është grup pozitiv edhe servisi mirë, e jape maksimumin gjithë në ndeshje dhe besoj që pastaj rezultatet vinë. Sot 1 apo 2 muaj pas asaj fitore me Serbinë, çfarë të kujtohet, çfarë mund të kujtohesh apo çfarë të vjen ndërmend në kokë një imazh, një sekuencë nga ajo ndeshje kur e mendon prapë se ndeshje, domethënë çfarë të vjen gjë para në kokë? Goli Manajt, isha në këmbë në ato momente se edhe çunat në bankë që ishim e ndjeshim se diçka mundet me ndodhë, dhe ishte fundi i pjesës të parë. Edhe isha në këmbë, kur e shënoj golën më dok si ëndër, edhe vrapova direkt në drejtim tina. Është edhe video kur e godas kështu prej emocioneve e humbem veten gjithë. Edhe besoj që ky ishte momenti më i mirë atje. Do godiste, goditën e dënimit. Po, ai momenti aty gjithë ishim domethënë në këmbë, edhe kur ra golla u humbem. Nuk ishin të emocionet papërshkrueshme. Edhe pastaj në fund